Horoskopi ditor e hënë 25 maj 2026 dashi. Ekziston një mundësi e vogël po reale që dikush po ju mbush me informacione të reme, duke shpresuar se do të merrni një vendim të gabuar. Duke pasur parasysh këtë, verifikoni mirë çdo gjë që po ju thuhet, mos i besoni askujt. Demi. Keni bërë gjëra që ju bëjnë të ecni përpara, ndaj nuk ka arsye pse të mbani fytyrë të vrenjtur. Cila do qoftë arsyeja, duhet ta tejkaloni dhe të viheni në lëvizje. Kura më e mirë për depresionin është veprimi, ndaj bëni diçka dhe bëjeni tani. Binjakët, nuk doni që një mik apo koleg të vuaj, por në këtë rast është e këshillueshme që të mos bëni asgjë për ta ndihmuar. Planetët sugjerojnë se ky është një nga ato raste ku tjetri duhet të marrë vetë mësimin me gjasa në mënyrën më të vështirë. Gaforja, vendosini vetes qëllime, por sigurohuni që të jenë të arritshme. Nëse synoni më lart sa duhet, do t'ju duhet shumë kohë për të pranuar dështimin. Jini vetvetja, jo ata që kërkojnë të tjerët për ju. Luani, nga nxitimi për të nisur me një projekt të ri, mund të keni anashkaluar disa faktorë të vegjël, por të rëndësishëm që kanë potencialin t'ju prishin planet. Analizojeni çdo detaj këtë javë dhe madje kërkojini edhe një miku të besuar t'ju ndihmoj. Virgjëresha. Bota është e mbushur me njerëz ziliqar që janë të aftë për të bërë gjithçka që t'ju pengojnë në rrugën tuaj drejt suksesit. Një person i tillë do të bëjë të pamundurën edhe sot. Largojeni nga jeta juaj dhe mbani pranë vetes vetëm njerëz pozitiv. Peshorja, mos e nxitoni veten për të marrë një vendim për një çështje që është super e komplikuar. Merrni kohën e nevojshme që ju duhet për të parë të gjithë situatën me qetësi dhe veproni vetëm kur të jeni 100% të sigurt se do të funksionojë. Akrepi, këtë javë është e nevojshme që në plan të parë të vini çështjet financiare dhe të lini më njanë marrëdhëniet personale. Kjo sepse me këtë ritëm që po shpenzoni para, të rrezikoni që shumë shpejt të mbeteni me xhepat bosh. Shigjetari, është me rëndësi që këtë javë të merrni kohën e nevojshme për të menduar përpara se të bëni çdo veprim gjatë ditëve në vijim. Planetët sugjerojnë se dikush po shfrytëzon frikën tuaj me shpresën se do të gaboni. Bricjapi, sot rrezikoni që ose të mbivlerësoni aftësitë tuaja ose të nënvlerësoni ato të rivalit. Cili do qoftë rasti, rezultati mund t'ju kushtoj. Mos harroni se momenti kur nisni të besoni se asgjë nuk mund të shkojë keq, është pikërisht momenti kur kjo ka më shumë gjasa të ndodhë. Ujori, mund të mos e besoni diçka që një mik do t'ju rrëfej këto ditë. Ndonse mund të egzageroni disi në thelb. Ajo që do t'ju thonë do t'jetë e vërtet. Ndaj dëgjoni dhe mësoni. Nëse në këtë çështje përfshihen parat, veproni me kujdes. Peshqit, nuk duhet të lejoni që ndjenjat personale të ndërhyjnë në çështjet më të rëndësishme se një apo dy persona. Po sigurisht mund të keni parimet tuaja, por kjo nuk duhet të thotë që duhet të jeni personi që humbisni gjithmonë për shkak të tyre.